Për mua është një protestë e manipuluar, është çik artificiale, apo dhe vetë kuptohet shif edhe për masat e protestës, nuk erdhën duke u shtuar, erdhën duke u paksuar. Fola shumë, po unë jam të i thonë ato mendimet e mia, politika është polarizuar. Populli thjesht nuk ndryshojnë dot gjë. Dy vetë vendosin politikë, ai patik një herë nga politika u kthy pra, dhe për gjona madhore bashkojnë vota. Ai erdhi për Shqipërinë, erdhi për të shpëtuar Shqipërinë. Bashkojnë gjona madhore, bashkojnë vota ato dhe bëjnë si të dojë qefi. Miqtë e Piskut, ju përshëndes, uroj që t'jeni mirë. Duke marrë shkas nga ditët e fundit dhe gjithmonë që fatkeqësisht është kthyer në traditë ajo se çka ndodh gjatë sezonit verës, që ajo mrekulli që na e ka falur natyra, që ka Shqipëria dhe gjithë bota e lakmon, dhe ne si shqiptar nuk ja dim vlerën kësaj. Kur them si shqiptar, marr shkas nga instancat përkatëse që do të jenë në ruajtjen dhe mbrojtjen e natyrës. Bëhet fjalë për temën e sotme, do të flasim për sa i përket djegjes së tokës shqiptare, së pemtarisë, pyjeve, madje derisa rrezikon dhe për djegur dhe banesat që njerëzit i kanë ndërtuar me shumë mund dhe shumë sakrificë. Sot gjej rastin që të bëj një bisedë që të dëgjojmë një njeri profesionist që prej shumë vitesh i ka dhënë kësaj fushë, një inxhinier të pyjeve, siç është zoti Aziz Porja, që dua ta them edhe këtë, unë e kam takuar rastësisht në qendër, teksa bëjmë ato intervistat në rrugë, dhe një intelektual në atë siç ka unë kam dëgjuar në një perceptim të momentit çastit në ato intervistat që bëjmë në rrugë, dhe sot gjej rastin ta falenderoj për gatishmërinë që erdhi për të na dhënë një informacion pak më të detajuar për gjithë ne që kemi pikpyetje për sa i përket këtyre situatave. Faleminderit nga ju. Fenomeni zjarreve është fenomeni më i rrezikshëm, për ekonominë, për njerëzimin, për natyrën, për klimin, për biodiversitetin, është një fenomen shumë i rrezikshëm dhe ndikon ose i shkatron të gjitha këto. Këto që përmenda unë, të gjithë këto janë jeta e njeriut. Pa pyllin, pa ujin, pa bimësin, pa shpendat, pa kafshët e egra, ne nuk mund të jetojmë normalisht. Ato i japin gjithë atë bukurinë biodiversitetit, ato i japin gjithë larminë, gjithë pasurinë që ka biodiversiteti. Dhe këto fenomene, sidomos zjarri dhe përmbytja, janë fenomene që bëjnë çfarosje masive, zhdukje masive, tjetërsim menjëherë të këtij fondi, të kësaj pasurie që kemi ne. Dhe për këtë në fakt duhet të merren masa parandaluese. Kryesorja në këto dyja, për përmbytjet 1 dhe për zjarret 2, është parandalimi, se pastaj nëse ndodh është e vështirë. Auto të ndalohet, të izolohet, qoftë përmbytja, qoftë zjarri, por ne kryesisht po flasim për zjarret. Për këtë në fakt është një strukturë sot aktualisht në Shqipëri që janë këto emergjenca civile, po nuk janë të strukturuara normalisht bukur në mënyrë shumë të saktë për të vepruar për zjarret. Dhe për këtë, domthonë e thash edhe një herë, duhet detyrimisht parandalimi. Unë kam 51 vjet inxhinier pyesh dhe e kishim të organizuar në çdo zonë, kishim skuadra zjarr fikse. Të skuadra zjarr fikse kishin një përgjegjës, kishin një komandant skuadre, kishin një instruksion, kishin pikat e vrojtimit dhe për 4-5 muaj verë nga fundi i majit deri në fund të qershorit këto paguheshin, ishin me pagesë. Dhe menjëherë me rënien e zjarrit dikun, ose zjarri kur është në vatër e vogël pa u përhap, mund të izolohet dhe mund të fiket shumë shpejt. Në qoftë se ai merr për masa të mëdha, llogaritë që ai me sekonda, me minuta mund të kaloj me hektar, me 10 hektar, me 100 hektar. Në qoftë se për shembull në një dëlym vend duhen 20-30 forca për ta izoluar, pastaj po kaloj 10 hektarshin, edhe më lart duhen me mira forca dhe se izolojnë dot. Edhe për vetë terrenin që ka natyra shqiptare, edhe këto mjetet si helikoptert, avionët, këto zjarr fikse që kanë këto, nuk e kemi ne, sepse pyjet janë të gjitha pa rrugë. Rrugë edhe në qytet që i kemi rrugët, ne nuk i kemi sipas parametrave që kërkohen. Pra në 20-30% të lagjeve ose më tepër nuk hyn dot zjarr fikse. As ambulanca. Pra ne duhet ta fillojmë këtë gjë, duhet ta fillojmë nga fillimi. Do të filloj që ke struktura që merret me zjarret. Përse nuk fillon? A keni ngritur një lloj hipoteze? Për mendimin tim, për këtu ka përgjegjësinë e vetë qeveria. Kemi kaq shumë përgjegjësinë e vetë qeveria, sepse
ne kemi fqinjët, edhe ne kemi dome të konsiderueshme, po të shohim Spanjën, Francën, Italinë, këto që kanë masive me nga 400-500.000 hektarë ose 1 milion hektare, këto që digjen, ato domi është kolosal, sepse një pyll do 120 vjet për të bërë në atë moshë që është sot. Pra fajtore është qeveria, që nuk ka organizuar që në fillim. Dhe pastaj boca shpenzime marramen se në qoftë se organizohet me skuadra zjarë fikse, me strukturat posaçme, në fshatra, ekzistojnë akoma strukturat e pyjën për bashki, atëherë domi do t'jetë ma i vogël, po këto harxojnë me miliarda lek, për ta fik, kur ndoshta me një vlerë 1/10 ose 1/100 e këtij investimi mund të mbrohet për parandalimit. Ne kishim pikat kryesore, për shembull morim një rreth, siç është Mati ose Tirana. Ne kishim pikat kryesore dhe ishin pikat përcaktuara. Një pik mund të shifte deri 4-5.000 hektar. Me një herë ai kontrollonte, kishte një pompë dore zjarr fikse që shkonte me vrapaj për ta izoluar në momentet e para të zjarrit dhe pastaj njoftoheshte rrjeti i tillë organizuar, njoftoheshin gjithë edhe merrshin pjesë pastaj fshatrat, kooperativat bujqësore, ndërmarrjet shtetërore, të gjithë shkoshin për të fikë zjarrin. Por kur mori për masat mëdha, mund të gresh një rreth të tërë, mund të gresh një bashki të tërë dhe kot sa shkoj një, sepse ka dhe rrezikshmërinë se jo të gjithë janë të përgatitur për shurjen e zjarrit. Pra jo çdo kush mund të marrë pjesë në shurjen e zjarrit, sepse zjarri është shumë i rrezikshëm. Për shembull kam përvojën time, kam marrë pjesë 300-400 raste për 51 vjet në shurjen e zjarrit. Dhe zjarri, sidomos në pyjet e pishës, është shumë i rrezikshëm. Sepse ai merr dhe nën tokë, nuk e shef ti, kanë marrë rrënjët e drurve dhe të pisha dhe ti e duke e fik këtu, ndoshta ke edhe 100 vet kanë ardhur të ndihmojnë zjarr fikse, qytetarë etj. Dhe të plas zjarri ndoshta 100 metra më mbrapa dhe ti izolohesh midis dy zjarrësh dhe ja, pastaj kemi domin më të madh që shko kapitali më çmuar njeriu. Pra këto janë gjëra specifike, janë gjëra që e bëjnë vetëm specialistët dhe janë gjëra që e bëjnë në mënyrë të organizuar. Pra, në kohët e më parashme që zanafillën tuaj në këtë fushë kanë qenë më të strukturuar, më të përgatitur, më thuaj pak diferencën me atë ku jemi sot në vitet më parë. Rifreskoheshin skuadrat zjarr fikse për çdo fshat, për çdo ndërmarrje, ishte përgjegjësi i zjarreve, më shumë prioritet. Ishte përgjegjësi i zjarreve dhe ai vërejtuesi paguaj për të nejt pikë aty ku të shifte zjarrin. Dhe lidheshin pastaj atëherë ishin edhe me telefon kështu fiks. Po tani kemi gjitha kushtet, janë mënyrat më të shkëlqyer, domethënë që ai mund njoftoj për 1 sekondë merr vesh Tirana. Domethënë njoftohet kryeqyteti, kryeministri për 1 sekond. Si shpjegohet shumë kontradiktor, ndërkohë që logjistika, pajisjet, është shumë moderne, shumë e avancuar dhe ne kemi kosto akoma më mëdha. Për mendimin tim përgjegjësinë ka qeveria, përgjegjësinë ka Ministria e Mjedis, përgjegjësinë kanë bashkiat që nuk kanë një organizim të përsosur që mos ndodhin këto gjëra. Për shkak kjo e krujës ishte një katastrofë. Ishte fat ose edhe guximi i disa zjarr fikseve, edhe ndoshta edhe për kraja e qytetarëve, por ishte u vlerësua faktikisht, duhet ta vlerësojmë që u vlerësua, sepse e dishin se si janë pasojat, por ishte fat që u izolua sepse zjarri i krujës do të ngelte një histori në Shqipëri që do marrin përgjegjësi të gjithë edhe vetë njerëzit e thjesht do ta ndjenin veten të përgjegjshëm sepse do kishte pasojë katastrofale. Do kishte pasojë që do të ishim në librin Guinness për botën, se do të digjeshin njerëz brenda, do të digjesh shtëpi, sot ka ty njerëzit kanë investuar, kanë vlera kolosale investimi. Dhe për mua në qoftë se ne arrijm dhe shohim si primar parandalimin, nëse shohim parandalimin, efektet e zjarreve nëse sot kemi për shembull 100 raste zjarrësh dhe digjen 100 hektar, do të jetë me 1 ose deri në 10 raste zjarrësh dhe do të digjen 10 hektar ose 5 hektar. Parandalimi është domosdoshmëria e zjarrit. Pastaj pasojat nëse nuk e parandalon, pasojat dihen. Për sa vitesh ka që Shqipëria përballet me këtë val zjarresh çdo verë? Ma merr mendja ka gati 25 vjet. 25 vjet. Është një papërgjegjshmëri. Është një papërgjegjshmëri dhe i rrim spontaniteti i zjarrit nuk ndalohet dhe nuk shuhet me spontanitet. Zjarri ndalohet dhe shuhet me masa parandaluese dhe me mjete efikase dhe me specialistë të përgatitur. Atëherë, ne kemi 25 vite, si ka mundësi që vit pas viti, me këto lloj dëmesh kaq të mëdha në natyrë, siç e shpjeguat ju, nuk marrim masa dhe nuk marrim mësim nga këto gjëra, nga këto ngjarje kaq të forta të mëdha. Përgjegjësia është e qeverisë dhe e bashkive, sepse ne presim të ndodhi rasti, pastaj të vemi dhe nuk kemi asnjë mos parandalues.
e thash dhe një herë, masat parandaluese ulin me 100% ose të pak 90% domet që vinë nga zjarret. Domet që vinë nga zjarret. Dhe për këtë nuk është viti i parë, ka disa vite që ne kemi pas domet konsiderueshme nga zjarret në Pyje dhe qeveria kësaj duhet t'i vërë rëndësitë kryesore. Këto janë 3-4 muaj. Është 15 qershori dhe deri në 15 shtator, 30 shtator. Pra 3-4 muaj me organizimin e vjetër që kemi pas ne në çdo ndërmarrje pyjesh, edhe për ndërmarrjet e tjera kishim një tabel ku ishin skuadrat zjarfikse, mënyra e njoftimit të njëri tjetrit dhe mënyra e organizimit dhe fikjes së zjarreve dhe pikat e vrojtimit. Dhe atëherë diheshin dhe vrojtues, kush është vrojtues për shkak në Filanzon në Dajt, kush është vrojtues në Pes, kush është vrojtues në Pres, kush është vrojtues në Zallher. Me këtë do lidhe i parë, i vrojtuesi për shkak në moment që diktonte zjarrin herë e para me vrap do të shkonte me pompën që kishte me vete ose me mjetet rrethanore që dihet për të fiksuar zjarrin, gjatë kohës ai njoftonte që shkonin tjerë, dhe do shkonte gjithë skuadra zjarfikse, komandanti i skuadrës zjarfikse, këshilli popullor, që ishte këshilli i fshatit, të gjithë institucionet, ndërmarrjet që ishin, kooperativat bujqësore, gjithë lihej puna, ushtria, të gjithë lihej puna dhe hikej ke zjarri. Ishte mënyrë organizimit e tillë që menjëherë alarmoheshin dhe të gjithë veshin në funksion. Si një profesionist, inxhinier pyesh dhe me kaq shumë vite eksperiencë, ndoshta me fjalë mund të na ndërtoni një lloj strukture, si mund të marrë, le të themi, masa, qeveria? Aktualisht me kushtet ku jemi. Për momentin tim, në çdo fshat do të ketë një skuadër zjarfikse. Një përgjegjës për zjarret në çdo njësi administrative. Që nuk e kemi thonë? Jo, që nuk e kemi. Nuk e kemi. Nuk e kemi, jo, nuk e kemi. Ka një farë strukture pothuajse formale, drejtoritë e shërbimit pyjor dhe bujqësisë në bashki, po e kanë formale. Por ai sa e kanë nuk mund të marrë një hap që ta shuajë zjarrin. Një specialist në degën teknike, dega ishte i gjithë grupi inxhinierëve që kishte një nëmorje, kishim një specialist që merrej vetëm me zjarret. Dhe 4 muaj ai do të rrinte vetëm që merrej me zjarret dhe kishte një person që rrinte ke roje operative gatishmës luftarake. Ke ndërmarrja që kur të vite njoftimi për zjarret, jepe më një herë dhe organizon. Pra në çdo fshat ku ka rënë zjarri, për shembull filan fshat njoftohej skuadra zjarfikse atij fshati që të nisi sa më shpejt se ishte më afër, pastaj njoftohej kooperativa, siç është sot njësia administrative, pastaj shkoshin gjithë ndërmarrjes, pastaj repartet ushtarake më të afërta, pra të gjithë administrata shtetërore dhe njerëzit e thjeshtë dhe vetë njerëzit komuniteti, fshatarët komuniteti ishin detyruar të shkonin ke zjarri. Po në qoftë se diktohej shpejt, izolohej shpejt, nuk kishte asnjë pasojë zjarri. Izolohet shpejt dhe nuk kishte pasojë. Këtu izolohet, pastaj këtu ka dhe një përgjegjësi se nuk kemi dhe edukimin për mbrojtjen e pronës. Përveç se nuk kemi organizimin e atyre që do ta mbrojnë pronën nga zjarri, ne nuk e kemi dhe edukatën e mbrojtjes pronës nga zjarri. Nga ku duhet filloj kjo? Kjo duhet filloj nga fshati, edhe në shkolla, nga fshati, ke bashkia, edhe tek gjithë qeveria, dhe qeveria duhet ketë edhe kjo emergjencave civile duhet ketë një strukturë të posaçme vetëm për zjarret, se emergjenca janë shumë. Po duhet ketë një strukturë të posaçme për zjarret. Dhe për mua specialistët më të zotë, më të përgatitur për zjarret në terren janë pylltarët. Këto kanë bërë shkollë për zjarret, këto kanë dispensa për zjarret, dhe duhet këto duhet të kualifikohen, të ketë seminare çdo vit. Përveç mjeteve që duhet të kenë mjetë, sidomos për një rojë ose për një fshatar që e ka zjarrin afër, këto pompat e momentit, ato për momentin e bojnë izolimin, zjarri bindhe në qytet, bindhe në magazina. Nga njëherë dhe kontrollet, këto inspektor që kanë kontrollit, nuk janë korrekt që të kërkojnë llogari, janë në funksion këto mjete zjarfikse, janë aty ku duhet të jenë këto mjete zjarfikse, punohet sipas kritereve që është MKZ, është kusht kryesor, mbrojtja kundër zjarrit, është kusht kryesor. Çdo magazin, çdo biznes, duhet të ketë mjete, duhet të jetë të organizuar. Për shumë, po morim një fasion, një biznes fasion, ai duhet të ketë një skuadër për 3-4 vetash aty që të përgjigjen vetëm për zjarret. Se tjetri ndoshta e sheh zjarrin, po s'është i përgatitur, s'është i kualifikuar, s'është i specializuar për zjarret. Pra do të jepet një rëndësi veçantë. Domet e zjarreve janë kolosale. Vlera është kolosale. Lere kur atëherë kalon dhe në kapitalin njerëzor, dhe në kapitalin pasurinë e palujshme. Shkatrohen në vlerat janë me një organizim të saktë, me një organizim tamam.
me strukturë organizative, efektet e zjarreve do të jenë shumë më të vogla, ose nuk do bien fare, por shumë mund të bien zjarr. Një gjë duhet kemi kujdes, dhe kontrolli në terren. Shumica e zjarreve për mendimin tim janë me qëllim. Te kjo temë do e dile tani, kush I vetën zjarret? Tani ka dhe qëllime nga më ndryshme dhe brenda vendit. Zjarret mund të vendosen dhe për të hap toka të reja. Zjarret mund të ndanë në profile dhe mund të kriju një vend për ndërtim të një pallati ose të një vile ose një gjë, edhe për ndërtime ndryshme dhe pra dhe biznesi mund të ketë. Zjarret mund të hapen edhe për ta kthy pyllin në kullot. Pra janë shumë qëllime për të cilat mund bien zjarret, por nga përvoja ime prej sidomos viteve të fundit, se përpara nuk ekzistonte kjo, për mua janë të qëllimshme. Agjenturat e huaja, tani është fjalë e vjetër kjo agjenturat e huaja. Shtetet që kanë qëllim të dëmtojnë turizmin ose natyrën në Shqipëri, paguajnë njerëz për të vënë zjarre. Paguajnë po shqiptar? Po, shqiptar ose dhe tuaj, sepse tjetri nuk kapet, ai kalon rrugës, hedh një cigare, s'është pra. Se mund digjet një pyll vetëm nga një cigare? Po, digjet nga një cigare. Ka dhe gjëra të tjera për çfarë mund digjet, pra zjarret janë kryesisht të qëllimshme. Dhe në gati 70-80% të rasteve zjarri është I vënë me dorë, o me qëllim ose pa qëllim, po për mua 70% është me qëllim. Po mund të ketë dhe 20% pa qëllim. Por zjarri mund të vijë dhe nga efekte natyrore. Për shembull, një copë qelçi në terren, me këtë forcë rrezatimi diellor që ka, ajo lëshon një fokus të zjarrit diku në një pikë. Dhe ajo rrin në një moment nga temperatura shumë e lartë, arrin atje të krijojë flakën. Ne kemi pas raste edhe një letër varaku që kanë qenë paketat e përparshme me varak, ku binte rrezje diellit në atë, ajo rrezatonte, rikthente pasqyrimin e rrezës diellor. E kthente dikun dhe ajo duke ndenjur gjatë rrezatimi diellor atë ndiste zjarrin. Se në kohën para 30 e sa vjeç, zjarret e qëllimshme kanë qenë më të rrallë. Por ju mendoni se janë të qëllimshme, 27%? Po morim shembull, pse zjarret ndodhin vetëm në pika turistike, si Kruj, Vlorë, vende ku ka më shumë turizëm. Pse? Tani ose pa përgjegjësia e turistëve ose kalimtarëve, ose midis turistëve futet dhe dikush tjetër. Futen dhe agjentura. Ai vjen si turist, se ai ka qëllim u bë gjithë luftë, nuk ka qef tjetri që Shqipëria të ketë progres në zhvillimin e turizmit. Dhe këto ka ndodhur shpesh herë, ose edhe vendet që bien zjarre madhore këto kohë të fundit, janë vendet me fluks turistësh shumë të madh. Spanja, Greqia, Franca, Italia. Këto janë vendet që gjatë verës kanë fluksin më të madh turistëve. Dhe mendimi im është ky që për mua gati 70% e zjarreve janë të qëllimshme. Ose ka dhe nga pagujdesia. Tjeti ndes për djeg një tofë me mbeturina në ullishta atje, zjarri kalon për mos, zjarri është pa përmbajtje. Pra shteti nuk jep prioritet edhe këtij lloji investigimi që të shkojë më përtej, ndërkohë që mjaftohet vetëm duke kapur një të moshuar që ka ndjesur nga. Mendoj që shteti nuk bën një bilanc të dëmeve kolosale marrështohet që sjell zjarri. Zjarri nuk djeg vetëm pyllin edhe sipërfaqen e pyllit. Ajo ndikon tmerrsisht ke klima, ndikon më mbrapa ke përmbytjet. Por zjarri djeg gjithë mikroorganizmat që ndodhen në tokë. Mikroorganizmi, themi sekteve të ndryshme, krimave të ndryshme, ato që pasurojnë tokën. Pra këto I ndjek zjarri dhe varfëron dhe tokën vetë. Varfëron sa I djeg çdo gjë. Djeg dhe strukturën e tokës. Ai prish një strukturë të tokës që do të duhen vite të tëra dhe duhet të fusish element shtesë ke kjo tokë që ta bësh prodhuese. Sa ajo tokë mund të ketë 250-300 vjet që ka kriju ato mikroelementet e vet, kaliume, kalciume, potase, dhe janë shumë elemente që I thith bima. Zjarri është krim. Dhe qeveria për mendimin tim sot nuk ka, ndoshta po nuk I ka dhënë mundësi të stimulojë ato specialistë që I bëjnë këto llogaritje. Sa është domi efektiv I zjarreve? Domi efektiv I zjarre është madhor,
është me pasojë shumë të rënda, është me pasojë 100 sa vjeçare, është me pasojë 200 vjeçare për ta sjell atë tokë, atë vend që u do në strukturën që ne për shembull na është djeg parku më i madh i Shqipërisë, parku më i bukur i Lurës, është djeg dhe sot ai pyll ka pas dru 2000 vjeçare, 1600 vjeçare. Sot jo që janë zhduk ato, po ka hik dhe antikiteti i këtyre llojeve. Dhe është dik dhe struktura e tokës, edhe tani nuk ka asdru që të shoj farë, po dhe si kur ta fusish artificialisht farën ti në këte, nuk ka kushtet toka për të zhvillu, se jo çdo tokë që e shefti dhe, mund të ketë aftësi për të riprodhu, për të prodhu fidan, për të prodhu barë, për të prodhu ato. Nuk pra është shkatron. Pra ti jo vetëm një pemë që shkatron, po ti shkatron gjithë biodiversitetin, gjithë biodiversitetin që është aty deri në thelbësi, deri dhe 20-30 cm ka efekt zjarri, edhe më thellë zjarri shkatron më shumë. Por ne dim që 1 cm tokë ne jemi gjithmonë me fasadën atë. Por 250 vjet do 1 cm tokë të krijohet, do 250 vjet. Llogaritë tani që ajo mund të ketë shkatruar 20 cm. Ose dhe 25, ose dhe 30 zjarë. Llogaritë tani me 250 për 1 centim, llogaritë duhen miliarda vjet, miliona vjet. 10 shekuj që e tokë të vi në gjendjen e mëparshme. A mund ta quajmë bashkautorë ose bashkëfajtorë dhe qeverinë? Po, veprimi dhe mosveprimi përdoren këto. Veprimi dhe mosveprimi. Mosveprimi shon në këtë. Po duhet ta qejmë bashkautor, duhet quaj, detyrimisht që është bashkautor. A jemi në hall, ne flasim në specialistë e vjetër, po dikush thot, këto tani i kalon menja, kështu jo, ne kemi një përvojë. Për shembull, kam përvojë në fikën e zjarrit, jam rrethu vetë nga zjarri, mund të jetë ndoshta rasti i 10 jam rrethu brenda zjarrit. Kam pas një rast në Thekër, në Martaneshit, na janë djeg atëherë një 100 hektar, kemi qenë mbi 500 forca dhe s'kemi arritur. Ka qenë në vitet 86, 87, diçka e tillë ka qenë. Dhe ne na janë djeg 2000 metër kub trupa dhe druzjarri, mund të ishim 500 forca, edhe më tepër, kishin ardhur dhe nga udhëheqja qendrore, kishin ardhur se ishte domon zjarri ishte katastrofik, dhe ne jemi rrethuar brenda zjarrit, në fund u bë thirrja kush shpëton njerëzit. Dhe kemi gjetë një korridor. Domethënë atëherë kishim dhe telefona, sot janë telefona celular që zgjidhin problem në sekondë. Atëherë kishim dhe telefona me të thirrur, kemi thirr zjarr fiksen, ka ardhur na ka hap një korridor dhe kemi dalë një 5-60 veta që ishim të rrethuar brenda zjarrit, se zjarri shkoi deri se pishat e larta, shkoi zjarri deri në 30 metra, që ne i themi zjarr kurorash. Dhe nuk kishte nga të manovrosh, nuk kishte zjarr bari që manovrohej. Zjarri ishte 30 metra lart, njeriu është 1 metër e 80 maksimumi i gjatë. Pra zjarri ishte vajtë dhe ai kur ndizej boçi e pishës ishte një lloj si të gjushe me këto që i quajnë këto bombat molotov. Me molotov. Një lloj të vinte atje hikte 50 metër boçi e pishës. Të hidhë? Po hidhet ajo, se kur djeg hidhet e hedh zjarri dhe vjen atje. Pra dhe kur kemi dalë, ajo kryesore ka thënë shqyr që shpëtojmë njerëzit, ishte se vetë gjeni është kapitali më i çmuar, pastaj përgjegjësia është më e madhe, përgjegjësia ngelet gjithë jetën, kushdo që të jetë. Do kom pas një zjarr në malin Skënderbeg, ne e kishim fikur zjarrin, krijojmë idenë që është fikur. Po pa besinë e zjarrit dhe ishim ulur, po shohim se thoshim e kemi nën kontroll tani dhe nuk e lëshim prapë. Ai kanali që bëjmë ne një kanal, masi e fikim, largojmë gjithë ato mbeturinat gjethe të këto lëgusha, i themi. Elementet që mund të jenë që japin mundësi shtë e zjarrit, i largosh gjitha, krijosh një korridor të vogël që mos na kalojë këtej. Një korridor ishin dhe xhadet, për shembull rrugët të auto projnë se nuk e kaloi ujin, zakonisht nuk e kalon, dhe ne kishim menduar që e fikëm zjarrin dhe ishim ulë pushoj, sepse ke zjarri nuk kishte punë ditë 8 orë, aty ishin 24 orë, notë ditë do risha aty. Kur shohim ne punë 50 metrash më tutje, kishte hik zjarrin për rrojtë e pishave, ato i kishte marrë në tokë dhe na plasi atje më tonë. Ne që ishim specialistë e kishim idenë se ndodh kjo, dhe kemi vajt me vrap këtë tjetra, se për shumë ajo të rrethon, të plasi 100 metra më tutje, ose 50 metra më tutje, ose 30 dhe ngelesh i rrethuar. Pra përveç teorisë, shkollës që bëjmë ne për zjarret, duhet dhe përvoja. Duhet dhe praktika. Po për mendimin tim, shteti ka përgjegjësi. Sot në strukturat e shtetit, nuk ka struktura serioze, nuk ka struktura serioze për zjarret, nuk ka struktura serioze. Kanë këto emergjencat civile mundohen ta kapin shpejt, po emergjencat civile nuk mund të kapin gjithë Shqipërinë në moment.
Se zjarri ka shpejtësi kolosale, nuk është se mund ta kapish ti me vrap. Gjithashtu, se zjarri njeftoj derisa të niset zjarr fikse, në qytet është ndryshe, se shkohet më shpejt ke një shtëpi, ke një ndërtesë, ke një gjë. Do shkosh në pyll, pastaj në 90% të rasteve në pyll dhe në shkurret rreth qark qyteteve nuk ka rrugë makine. Po zvajti zjarr fikse, ke vatra e zjarrit e nuk e lshuan dot. Nuk ka maksimumi, nuk di sa janë të tubat, po maksimumi 50 metra gjata janë tubat, nuk shkojnë më tutje. Ti do të çosh të stacionosh mjetin zjarr fiks pastaj. Që është pra shteti. Buxhetet që përcaktohen nga buxhetet janë shumë të dobta, me ç'kom pyetur unë, se unë kam 5 vjet që kom hik nga puna, nga shteti. Unë kam 20 e sa vjet që nuk punoj në shtet, buxhetet janë shumë të dobta. Të thash ne nga muaj qershor, korrik gushtador 4 muaj në skuadra zjarr fikse i paguanim vetëm dispozicion të zjarreve. Vrojtues të zjarrit paguash vetëm dispozicion të zjarreve. 4 muaj rresht. Ishin përcaktuar në çdo fshat ose në 2-3 fshatra, sipas konfiguracionit ndodhjes gjeografike të fshatrave. Edhe kishte një pikë vrojtimi, ky sa kap ka 3000 hektar. Dhe me 3000 hektar i ndiqte këto 3000 hektar, vrojtuesi edhe njoftonte, sinjalizonte, vrojtues sinjalizuesi qushim në. Pra edhe pse është kjo lloj problematike kaq e madhe, shteti nuk i merr seriozisht zjarret dhe zjarret në Shqipëri kanë shkaktuar dëme masive. Për shembull, kam në zonën time, Lura, i themi në Mazdeja, Balgjaj, janë ekonomi me 3-4.000 hektar që janë të zhdukura, qoftë nga prerjet abuzive, po dhe nga zjarret. Dhe s'është mora si. Pyet sot shkatërrohen më shumë nga prerjet abuzive po nga zjarret. Prerjet abuzive nuk e shkaktojnë të dëm masiv që bëhet zjarri. Prerjet abuzive do të kemi gjë për është duk si materiale hiku, e ka marrë dikush e përdor, ama e lën mundësinë e rigjenerimit, sa nuk i pret të gjithë drur dhe ngelet një dru që do lshoj fare të bi. Ndërsa zjarri zhduk edhe tokën ku do të bi fare, zhduk dhe drurët që do të bi fare, s'ngelet asnjë dru ku kalo zjarri. Ndërsa me prerje abuzive supozojmë se i preu dhe 90% drurëve, do ngelen 10% drurëve që do lshojnë fara, dhe fara në tokë do gjej kushtet e përshtatshme për të mbirë, për të bë druri zëvendësues, pavarësisht se do 120 vjet një dru ahu, ose 100 vjet një dru pisha, ose 80 vjet për shumë pishat e mesdhetare që i quajmë në këtë bregut Golemit, të Kavajës, e këto duan 80 vjet që të bëhen për të shfrytzuar. Pra ai dru që të gjet do 80 vjet. Por djegja e zjarrit e zhduk ekosistemin. Dhe ti edhe në qoftë se ke para, po para e do që 1 hektar pyll sot kushton 50 milion lek. Me bo 1 hektar pyll. Nuk është kosto shumë e lartë. Pra dhe në qoftë se ti ke para, nuk ke ekosistemin, është zhduk toka dhe nuk jep rezultat. Qeveria për mua duhet mori me seriozitet, të organizojë strukturat posaçme për mbrojtjen ndaj zjarrit. A nuk ka zër aty që t'ia thon këtë gjë qeverisë për shembull të profesionistë të kësaj fushë? Po inxhinierët e pyjeve, po për shembull, afërsisht mund të jenë 500 inxhinier në gjithë Republikën në punë. Nga këto ndoshta janë 30-40 që janë pasionantë ose ju them kjo dhe kanë përvojë për zjarrin në pyje të tjerë. Jo që s'kanë përvojë, po me i thonë shko ke zjarri, ai nuk shko gjallë në botë. Nuk shkon, Po nuk shkon. Se s'ja di, është të merr, është punë e lodhshme dhe nuk ka garanci, ka edhe risk. Ndërsa ne shkonim me vrap. Ishte edhe pasioni, po dhe ndjeshim edhe detyrim, por i tillë ishte edhe urdhri. Pse është vrarë sot ai pasioni, ndjeshmëria? Është vrarë për çdo gjë, nuk është vrarë. Eksakt, po e kaloj pak më në makro si sa në temën. Fajet i ka politika. Politika nuk është thjesht për të marrë taksat e për të marrë këto. Politika duhet të edukojë njerëzimin. Ne kemi 30 sa vjet vetëm punojmë në drejtim të çedukimit. I çedukojmë njerëzit. Nuk i përgatisim tamam specialistët. Për shembull, sot një pjesë e mirë e specialistëve nuk e shohin lëndën e zjarreve atje ku janë në shkollë. Ose nuk e vlerësojnë kur bëhet një seminar për zjarre. Edhe kjo bëhet qëllimisht. Që mos japin të rëndësie, për shkak se këto sepse dhe vetë qeveria dhe vetë lektorët dhe vetë ato që kanë përgjegjësinë për zjarrin nuk i vënë rëndësinë që duhet. Ne e dim se ç'pasojë ka zjarri, faktikisht edhe në qeveri, ndoshta edhe se dinë, se kaq sa thashë nuk e dinë ato, që zjarri shkakton dhe ekosistemin, nuk është se djeg vetëm drurin. Ose shtëpi. Ne merr vetëm atë mbi sipërfaqe, fasadë. Hiku si dru thotaj. Disa kujtojnë se mund të rigjenerohen, janë 2-3 lloje që rigjenerohen edhe mas zjarrit. Të tjerë do t'i mbjellësh nga e para. Tash e lidhem këtë, lidhem prapë që është pjesë e emergjencës, është përmbytja. Në qoftë se zhduket pylli,
Zhduken shkurret, zhduket bimësia barishtore, atëherë dheu është i zbuluar. Shiu bjen me forcë mbi këtë dhe e gryn. Në qoftë se ekziston pylli, shiu nuk bjen mbi dheun, bjen një herë mbi gjethet, bjen mbi degët, bjen mbi barin dhe inalohet forca për të shpërbërë dheun. Ai tani e gje dheun të zbuluar dhe e mbledh merr një tub tipo ta mbosh, shif një dhe të hedhur, vej tubën e çoka dush. Po t'jet me bar ai dheu, hidhi sa dush ti me tub ujë aty ku është me bar, ti se lviz dheun dot nga vendi. Ai tani e gjet gjithë dheun e gjet gatshëm, sa të bie shiu e përla me një herë. Po janë me tonelata dhe për hektar që hiqen për hektar që i hiq erozion. Pra ky erozion tani në shkakton ky erozion që shkatron tokën, ky e çon në shtratin e lumit. Duke e çon shtratin e lumit, e mbush shtratin e lumit. Dhe ujit nuk e ka më atë shtrat, ujit do të dalin sipërfaqe dhe po kaloj nivelin e shtratit. Për shembull, po e zom shtrati një lumi është 2 metër i thellë. Tani ka hy dheu aty, ngelet 1 metër i thellë. Shiu do të vi, do të vi prap. Shiu do më shumë se 1 metër shtrat. Do 2 metra. Ti se ke atë 2, ai do të dali, do të përmbysi qytetet, do të përmbysi tokat. Pra, kjo është janë të lidhura si fenomen. Plus se ai bie më shumë aluvione, më shumë dhe, plus që shtratin e ka të bllokuar dhe ai do të dali nga shtrati, do të dalin tokat buks, do të dalin qytet, do të përmbysi çdo gjë. Pra, po kjo për llogaritja që një pemë sa ujë mban? Për te gjithë këtyre çka thatë ju, një pemë vetë, sa ujë thith domethënë kur bie? Po një pemë ujtin mund po e zom tash unë po të them se s'kemi bë madje shumë shkencore, po nëse bin në atë pemë 20-30 kg ashtu, gjysmën e mba pema, edhe gjysma tjetër që bën tokë do të bi shumë avash dhe nuk e prish tokën. Se bie shumë avash, se i herë ndalon gjethe, ndalon në trung, pastaj bie avash, ti po të rrish në një hijet një pemë, kur bie shi, ajo të lak se bie nga pema, po nuk bie aq me forcë shiu sa që bie në bulevard ose në tokë, pa bim, pa bar, pa këto pra. Ai forca e shiut që bie, ai e ngry tokën e përla dheun, e shpërlan dheun dhe shkon e çon aty. Është ata e njeh bota, e njeh historia, e njeh filozofia që natyra bari, bimësia, që të gjitha këto e mbrojnë natyrën, këto e pasurojnë natyrën, këto mbrojnë klimën, u do gjë zjarret, hik dhe dheu, atëherë, do t'jetë ky efekt serë që kemi sot. Ju shko temperatura 40 e sa gradë, që ne kemi pasi temperaturë deri në 30 e sa. Ndikon pemtaria në pjesën e... Ka dhe një gjë, ngjyra jeshile e thith rrezet e diellit. Guri dhe betoni edhe këto tjera e rikthejnë, e pasqyrojnë rrezet e diellit. Pra në qoftë se vjen, po zom 30 gradë temperatura, këtu ai pasqyrohet dhe bëhet gati 2 fish që kthen terren dhe për ato efekti serë dhe shkojnë temperatura 40 e sa gradë. Prandaj ne themi sot në Tiranë me këtë lloj ndërtimi që ka është më vapë se sa në vende të tjera ku ka pemë. Patjetër. Një gjë të shohim me kujdes. Kalojmë pranë një pallati me xhama. Po të kalush për një pallati me xhama, temperatura mund të jetë 30 sa gradë, kur hyj aty ku reflektojnë xhamat rrezet e diellit, temperatura është mbi 40 sa gradë. Ndje më një herë e kupton sepse të djeg. Se reflektohet rrezet e diellit të kthehen edhe një herë. Reflektojnë. Pra te, natyra, natyra e një gjë. Është kaq e thjesht mënyrën si shpjegoni ju si profesionist dhe nuk dëgjojnë. Pra ne kur i flasim nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë, po janë dashakeqës për të mos dëgjuar dhe mos kuptuar. Jo, dashakeq sepse ignoranti është dashakeq. Pra ai që se di këtë gjë, quhet ignorante. Se dhe unë qoftë s'di diçka nga mjekësia ose nga një fushë tjetër, dhe unë quhem ignorant në atë fushë. Nuk e din, por dhe nuk kanë përgjegjësinë, ato kanë përgjegjësinë e sot për sot, tani për tani. Nuk mendojnë ç'efekt efekt ka për të ardhmen ajo. Nuk mendojnë ç'efekt efekti sot që ne s'dalim dot jashtë tani për temperaturave kaq të larta. Se thonë në hi, temperatura në hi është 30 gradë, temperatura në diell është 36-37 gradë, në tjetin vend. Ke hi e pishës, për shumë ti e ke 30 gradë, sa të dalish nga hi e ke 37-38 gradë. Pra këto në të qëra që këto duhet ketë institucione, duhet ketë administrat, duhet ketë ministri. Po institucione e kanë mendje që të japin nga emergjencat civile 4.2 milionë euro për një këngëtar që nuk është as në targetin tonë dhe në kulturën tonë, në traditën tonë për ta dëgjuar dhe nuk i japim për... Ne po flasim shumë, por faktikisht ne po abuzojmë.
sepse ca para shkojnë dhe kot. Unë e shoh edhe në gjitha qeveri, për shumë ka një tavolinë sot, nëse për një vit a 2 vjet i moshe me doj tavolinë 3, shpenzo para. Ose kjo që dhanë 4 milionë ca 4,2 milionë euro për një këngëtar. Ose këto pra ne harxojmë para, por nuk i harxojmë parat me eficiencë, që të kenë eficiencë. Edhe i zoti i shtëpisë, djali nderuar, i zoti i shtëpisë bën një program aq shkollë sa ka, aq nivel sa ka, bën një program, kaç lek do përdor për këtë, kaç për këtë, edhe bën një bilanc që mos dal me humbi. Kto vetëm thonë jep para për makina luksoze, jep para për këngëtar, jep dhe nuk japin për gjëra jetike. Ne i kemi tokat në Shqipëri sot të gjitha të papunuar. Të gjitha djerë. Ne Shqipëria është një vend i mrekullueshëm. Si u kthyen të tokat djerë? Si ne kemi pas toka shumë pjellore dhe shumica e njerëzve kanë hik, po shteti nuk ka politika që ta punojë tokën dhe të mbrojë dhe të fusin në treg prodhimin vendas. Ne blejmë prodhimet e huaja. Plasi lufta e Ukrainës, ne do vdishim për bukë, se s'kishim prodhuar grur në Shqipëri. Përpara kemi pas prodhuar vetë grur. Dhe kishin rezerva shtetërore, 40 vjet rezerva për grur. Pra ne kemi politika. Po këtë kush e dëmtoi edhe këtë? Këtë kush e dëmtoi këtë frymë? Politika qeverisë. Me agjendë dhe kjo? Ose nga ignoranca, ose padia, ose me agjendë, edhe me agjendë mund të jenë. Edhe me agjendë mund të jenë. Në përgjithësi agjenturat e huaja, ai që nuk don zhvillim të një vendi, sepse njeriu nuk pushtohet vetëm duke i hyrë me forca me euro, po pushtohet nëse s'ka mundësi ekonomike i pushtuar është. Nëse do presi grurin nga Rusia, domaten nga Maqedonia, rrobat nga Greqia, nga Italia, dhe nuk prodhon asnjë gjë vetë, ai pushtuar është. Në moment që ti bllokosh të ardhra, është i dorëzuar. Nuk e di, a ke informacion për sa përket pjesës këtyre që prodhohen nga fermerët, që janë me pesticide? Më shpjego pak nëse keni informacion. Nuk ka kontroll. Nuk ka kontroll Shqipëria. Është vetëm nga fermerët që bëhet kjo. Ministria e Bujqësisë dhe Ushqimit fara. Jo, ka specialist, një gjë fermer. Gjithmonë njeriu pas pat kontroll, pas pat një far diktati të pranueshëm, njeriu gabon, se gabon për interes vet, ai shpyet se do vdesi tjetri nga pesticide. Por këtë e ka përgjegjësi qeveria. AKU-ja që është Agjencia e Kontrollit të Ushqimit, ajo tjetra që kontrollon bimësinë, ai nuk duhet t'i lejojë që të hyjnë pesticidet ose herbicidet të dëmshme, duhet t'i lejojë në Shqipëri, po s'duhet t'i lejojë t'i hedhë. Pastaj ai që e prodhon duhet të ketë një patent, duhet të ketë një licencë, do ta prodhojë domoten me këtë cilësi, pa pesticide, pa këto, që ta mon tregun. Kur kush nuk përgjigjet për këtë. Ne kemi pas helmime Akademia e Rendit o helmonat. Po kur ti helmohet Akademia e Rendit, llogaritë çfarë mund ndodhi diku tjetër. Dhe kush është ky korrupsioni? Ose pazotësia është një institucion, Agjencia Kombëtare e Ushqimit. Nuk funksionon. Se nuk kam pa, për shkak kudo që bredhim ne, nuk kam pa që të kontrollojnë. Unë vetë jam inxhinier pyes. Ne që tani ne nuk na pëlqejnë njerëzit, se thonë ky nuk të tolero, ky e do punën strikt, unë po t'jap parat. Ti punën do ta bësh si mas kriteri teknik. Do ta bësh punën eficiente, se shpenzoj para në kot. Pra nëse unë mbjell diçka ose bëj një objekt, bëj një ashtu, unë duhet të jetë eficiente, ti shërbej natyrës, ti shërbej blegtorisë, bujqësisë, ti shërbej njeriu të ketë eficiencë. Ndryshe mos e bë dhe unë nuk toleroj nëse ti nuk e bën si mas kritere dhe pastaj ne na urrejnë. Edhe pastaj shkruajnë dikun për këto dhe një pjesë e qeveritarëve janë të prirur, ta luftoj këtë thotë se ka mërzit. Nuk e ka aty, po ka interesin e vet, edhe të luftojnë. Pastaj ne luftojmë në fund edhe ne dorëzohemi se nuk bëhet kjo. Jo, nuk i bëjmë dot oponencë qeverisë. Janë gjëra, ndoshta fola shumë, po ka shumë gjëra, specialistët duhet të jenë shumë të zot. Qeveria duhet të jetë shumë organizuar, shumë e predispozuar, shumë profesionale. Sot në përgjithësi profesionaliteti ka rënë. Nëse shohim studentët, duhet ta pranojmë që është realitet që shumica e studentëve i morin provimet me para. Në atë kohë ne ishte i kujdo djali i kryeministit, ai sekretarit komitetit qendror, se merrte dot provimin me shoqëri. Po s'kishte mësuar, po s'ishte i përgatitur, nuk kishte shoqëri aty, ishin gjithë një lloj. Sot shumica morin me para dhe është i paaftaj që të zbatojë ligjet, kriteret teknike, profesionale këto në terren. Njëkohësisht nga njëherë dhe korruptohen dhe edhe pse e din që s'duhet bën kjo, e bën se dikush i afron para. Ose futen për shkak kanë qenë rrit blegtoria viçat.
Një vit që i rritur në naturale mund të shkote deri 100 kg. Po ky që i fusin këto është një lloj ilaçi, një lloj kokre, soja deri që i fusin, çdo 200 kg për vit, 300 kg për vit. Po është i dëmshëm. Ose bëhet për shumë pijet alkolike. Pijet alkolike i kanë pas fut sa ko alkool metilike, i kanë pas shkri elektrodën në te, se i jep të gradacion, po ishte gradacion të mbyt të vdek. Alkooli metilik ka myt njerëz në vitet e para. Edhe kush është kjo? Përgjegjësia e qeverisë, përgjegjësia e kontrollit, është sepse kur i dim ne fshatarët e thjesht, si di ai që është përgjegjësia. Vetëm një pyetje të bëjmë gjithë ne, pse janë shtuar kaq shumë smundjet? Nga kjo pra vijnë nga gjitha këto vijnë smundjet. Ja për shumë Tirana sot janë mbledh ndoshta 70% e popullsisë është mbledh në Tiranë. Tirana ka ndotje akustike, ka ndotje nga ajri, ka ndotje nga ujrat, çdo gjë është e ndotur, sepse edhe gjithë ky milet prodhon shumë gaz karbonik. Pra ti duhet ta kesh krejt pyll të ishte Tirana dhe nuk arrin ta absorboj gazin karbonik që nxjerrin njerëzit nga frymëmarrja dhe të prodhoj oksigjen. Plus ndotje makinave, plus dhe ndotje akustike shqetësim është, edhe ndotje zhbokryesisht njerë mborim të ndotjen e ajrit. Pra me 1 milion e ca banorë që ke sa Shqipëria ka ngel 1 milion e pas kemi qenë fort, pas kemi qenë fort si krijesa që njerëzit adoptohen me kushtet e vështira, por shkurtohet jeta. Jeta nuk bëhet normale, jeta nuk bëhet siç duhet të bëhet. Nuk bëhet jetë të qetë për shumë, nuk e ka frymëmarrjen normale, nuk rritet njeriu normalisht, të kapin smundje të ndryshme, ushqimi për shumë që themin ne këto fast food dhe këto, përshëndoshin djemë të ri, tani ka ra diabeti e tensioni ke 30 vjeç, ke 35 vjeç, ke 40 vjeç. Pra në të gjitha këto që thashun, qeveria duhet t'i dëgjoj profesionistët, duhet të bëj azhurnimet, sondazhet e duhura për ambientin, sondazhet e duhura në popullsi dhe të bëj politikat qeverisë. E lemi një anë sikur politika dhe qeveria nuk e bën, dhe siç nuk e ka bërë. Ne a kemi formë që ta luftojmë të gjithë vetë individ, ne vetëm që ngrimit ndrojmë qeverinë, por jemi ngritur tani, a shet diçka qeveria nuk ka që ne s'kemi ç'bëjmë se ne se kemi para në dorë dhe ligjin në dorë. Pra, ne nuk e zbatojmë dot ligjin, po s'deshi qeveria. Ne nuk e kemi paran, po s'deshi qeveria. A kemi faj, edhe ne kemi faj. Se dhe ne i ndihmojmë qeverisë dhe të keqes në këte. Pra dhe populli është mësu tani me këte, jo bom monotoni, kjo është borutin, kjo është mësu tani me këte mënyrë qeverisja dhe përshtatet me dhe. Po të morim një gjë shumë të thjesht, që se njeri jo mësu me nejtë në ambjent shumë pasër, po të rri 2-3 mu hidhi letër këtu, hidhi letër aty, hidhi letër aty, mësohet me këto kushte dhe i duket si normale. Pra dhe njeri ju t'i duhet. Pra në radhë parë njëherë duhet të eduku njerëzimin. Njerëzimi përveç edukatës këtyre që themi ne, po e qujmë dhe sot ne, një këshill që javim ne, duhet të ketë veç ligjërora. Këto që them unë, duhet të ketë me ligj, duhet ndëshkuar ai që i shkel këto. Duhet ndëshkuar rënde, ore, nuk janë dënu akoma, nuk kam dëgju për zjarret që dënu njëri me burg. Ai ka dëmtu miliarda dollar, miliarda lek, ka djek burri i botës dhe nuk është dënu njëri me burg. Pra, duhet të ndëshkuar që të zoj men ky tjetri. Detyrimisht duhet ndëshkuar, përveç edukimit, duhet të ketë dhe forcën ligjore, të jetë e parashikuar me ligj që po e bore këtë gabim, ndëshkohesh dhe nëse dëshkohet dikush me burg ose me një gjop të majme ose me konfiskim të një pasurie se bë më tjetër. Frika e rubreshtin. Po është e doturueshme. Durojmë edhe pyetje tani. Edhe kafshët, jo më njerëz, po edhe kafshët e kanë frikën. Kafsha nuk ka ndërgjegje, njeriu ka ndërgjegje, po kafsha, edhe pse s'ka ndërgjegje, frikën e ka. Edhe njeriu frikën e ka. Pse kemi ne kemi qenë të varfër në sistem të Enver Hoxhës, të varfër, merrshim një rrogë, po e dishim kur do dalim pension, arsimin e kishim pa lek, shëndetësinë e kishim pa lek, të varfër ishim, po jetoshim, para ma frikë, ligjin e kishim, jetoshim normalisht, kemi jetu më mirë me shnet, jetë gjatësia ka qenë më e madhe, s'kishim nevojë ne të kontrolloshim ushqime, ishte çdo gjë e kontrolluar. Nuk mund të dilte kush të prodhon të diçka që dëmton të shëndetin, një sa i s'dilte për i burgu gjithë jetën, përveç anës materiale. Ne sot, edhe atyre që bëjmë krime, nuk ju konfiskojmë dhe pasurinë e vjedhur. Fakt dhe pasuria e vjedhur që ti ja ke marr popullin pa drejtësisht. Duhet konfiskohet. Duhet kthyer atje ku e ke marr ke populli, po se ktheva atje, apo nuk ka asnjë efekt.
Se ka njerëz që thonë tani të themi diçka. Ka njerëz që thonë sa kam fituar 10 miliard lekë ose 1 miliard lekë. Le ta bëj Se i bëj 10 vjet burgu e 5 vjet burg. O tu punon 50 vjet e si bëj 1 milion lekë. 50 vjet i larg familje, shtëpisë. Po, ai pse bën 10 vjet edhe të mor 5 miliard thot lekë. Pse duhet të kurjohesh? Kam qenë në emigracion bona burgun edhe e qiu normal ai. Faktikisht. E kisha vel me gjithë këto goditje ku marrim ne, me ndotjen e ajrit, me shkatrimin e pyjeve, bimësisë, ushqimit, blegtorisë, ka të gjitha. A ka një mënyrë që ne të kujdesemi për veten, të ruajmë veten? Po është edukimi i njerëzimit, jo, për tek kësaj strukturave ose këshillës që dham ne. Vet ju si individ ne unë për shkak jam i ndërgjegjshëm, po, unë jam i ndërgjegjshëm. Dhe një pjesë e mirë, po çdo gjë ta morrim të kontrolluar. Kontrolluar. Do kontrollojmë vetë si solucioni që thatë ju nuk punon. I gjej mundësi të kontrolluar. I gjej vetë njerëzit, i gjejnë përgjithësim. Për shembull, po të shohësh tani një pjesë e madhe e njerëzve shkojnë i morin ca prodhime, fruta perime i morin në fshat. Dhe pyesin më dhe kaq thellë pyesin ato. Në filan fshat përdoret ky herbicid ose ky pesticid, nuk përdoret. Pra dhe ai tani krijon një kontratë, ai që prodhon domaten, ai krijon kontratë çdo vit edhe ai e ka të shitur domaten. Po është krijuar në mënyrë individuale, jo kontratë e ligjshme shtetërore. Po. Krijohen njerëzit nga halli, krijohen në mënyrë individuale. Unë për shembull tani filloj i rezervohem shumë ushqimeve. Se kam frikë. Se kaloj në mbi pesh, kaloj dëmtohem e tjerë. Ose alkooli nuk e pi tash më. Sepse nuk kam garanci nëse ka apo s'ka alkool metilik, ka apo s'ka ose fut elektroda nde. Ka apo s'ka nitrat. Për shembull rakis sa ku i kanë pas fut dhe nitrat për të rrit gradacionin. Pra dhe nuk kam garanci. Jeni larguar shumë nga biologjike, nga natyrshme. Nga biologjike, ka dhe gjë nga natyrshme, po larguar nga artificiale. Pse sot mësojnë njerëzit? Për shembull sot në emigracioni ka qenë një shkollë e lartë, njerëzit kanë mësuar se ka tjera politika, bota për shembull. Mësojnë aty jashtë dhe nuk e bëjnë më. Dhe tani unë për të ruajtur shëndetin tim, duhet të marr masat vetë, sepse ndoshta shteti nuk është aty niveli, nuk duhet të ishte ka 35 vjet duhet të kishte arrit në këto stade. Nuk arrit atëherë njerëzit do të morin masa vetë. Unë shkoj për i këtu mor mishin në fshat. Nëse dole tek njerëzit që do të marrin masa vetë dhe gjithmonë këto bisedat që bëjmë ne duke të vlerësuar shumë të falenderuar për gjithë këto mesazhe që kalove, do të thotë që një mesazh për gjithë njerëzit për ato se çka folim që është temë kryesore që nisëm dhe që është fatkeqësi që ndodh çdo verë në Shqipëri dhe nuk merr masa shteti. Dhe kjo bisedë që bëjmë ne shkon në vesh të shurdh për sa i përket instancave përkatëse që të marrin një lloj mësimi dhe ose të marrin një lloj iniciative tjetër për ta ndryshuar gjendjen. Për njerëzit e thjesht që her pas here bien pre e këtyre rreziqeve, bien viktima e këtyre rreziqeve, që ta marrin vetë situatën në dorë përderisa në radh parë çdo njeri duhet përgjigjet vetë për vetën e vet, për jetën e vet, për familjen e vet. Dhe për këtë duhet morim masa aq sa na lejohet. Ne, ose kemi mundësi të morim. Në qoftë se nuk arrim dot ne, ti morim këto masa për të mbrojtur veten, ke ushqimi, ke mbrojtje natyrës, ke mbrojtja në shëndetësi, ke mbrojtja në arsim. Atëherë duhet të organizohemi, të protestojmë që detyrojmë shtetin të na mbrojë shteti, pra ta detyrojmë shtetin të na mbrojë shteti dhe të na financojë shteti. Ne nuk e kemi këtë kulturë akoma. Kultura e protestë është për të mbrojtur vete, për të mbrojtur jetën tonë, për ta bërë jetën tonë sa më normale. Atëherë ne kur deri aty ku arrim vet, kusht është shumë e lartë arrish vet, se ka institucione shteti që duhet të mbrojnë nga këto. Por megjithatë shteti arritin te stat që nuk të mbrojnë dot. Atëherë ne për të mbrojtur veten duhet të organizohemi ne, ti bëjmë presion shtetit me anë të protestave që shtetit na mbrojë ne, të bëj ligje, të bëj gjë, të kontrolloj ushqimin, të kontrolloj çdo gjë, të mbroj pyjet, të mbroj natyrën, të mbroj këtë. Nëse nuk arrin shteti, duhet të rrezuar shtet. Dhe duhet të arrizojmë disa herë derisa të arrijmë të gjejmë një leadership apo që megjithëse të shërbej popullit. Ne kemi 35 vjet, nuk duhet të ishte në këtë stad më Shqipëria. Ka arsye për të protestuar thonë ju? Po ka arsye për të protestuar. Jo politikisht, ka arsye për të protestuar për hallet tona. Po. Për hallet tona, për problemet tona, për të ardhmen e Shqipërisë, për të ardhmen e natyrës shqiptare, për të ardhmen e biodiversitetit shqiptar, për edukimin e një brezi të ri, për edukimin e shqiptarëve me tradita të mira, me traditat e mira që kemi patur. Prej 2 muaj e disa ditësh po zhvillohet një protestë në Tiranë, në Shqipëri. Si po është? Çfarë rezultatesh ka arritur? Për mua e protestë nuk më jep asnjë lloj besimi, nuk kam asnjë lloj besimi ka ajo protestë që do bëj diçka ose ka një qëllim të pastër. Për mua është një protestë e
manipuluar, është çik artificiale, apo dhe vetë kuptohet shif edhe për masat e protestës që nuk erdhen duke u shtuar, erdhen duke u paksuar. Dhe me që kom pa unë, kam kalu dhe për kuriozitet aty afër, kom pa protestos 50-100 veta, që nuk mund të ndryshohet qeveria me kaq njerëz. Bile një rast që kom thënë kështu. Po ata mund thonë po ju pse nuk bëni pjesë e kësaj që nuk kam besim që kjo protestë ka qëllim. Nuk e gjen vetëm. Jo, nuk kam besim, sepse aty foten del ai që ka 35 vjet që qeverisë thotë dilnin protestë, del tjetri që s'ka asnjë përkrahas dilnin protestë, shajnë, ofendojnë, godasin, janë vëllezërit tonë dhe policët, janë djemtë tonë, apo janë baballarët tonë. Edhe ato njerëz janë, po kanë një fëmijë, kanë një prind, kanë një vëlla, kanë një motër, si e godet ti policin aty? S'ke drejt, bësh protest, forca e protestës është argumenti për cilën bëhen protesta. Nuk ka argument e protesti pas jush? Jo, nuk ka argument. Nuk ka argument. Argumenti ka gjëra të tjera. Sot ne duhet të protestojmë për administratën e korruptuar, për korrupsionin që është në qiell, për administratën e paaftë, për institucionet shtetërore që paguhen, morin pa dhe nuk e bëjnë punën e tyre. Për shumë patëm AKU se bë punën e vet. Për qeverinë që nuk është eficiente sot aktualisht, për atë që nuk mbrojnë sot dot natyrën shqiptare. Ne ndoshta edhe mbrojtjen ta monim nga fjala strikt, mbrojtjen e dheut, ndoshta nuk e kemi të garantuar. Apo pse nuk e bën një edukim të tillë që në qoftë se larg qoftë ndodh një pushtim, një luftë në Shqipëri, sa veta mund të dalin në front. Unë nuk kam besim që mund të dalin njerëz për të mbrojtur Shqipërinë. Nuk po hyjmë atje sepse ne kemi organizma botëror, domethënë që është Shqipëria, është e futur në NATO, të inkuadruar në gjithë këto dhe ndoshta për atë paguajmë ne që këto organizma botëror ta mbrojnë Shqipërinë, por ne duhet të japim ne kontributin tonë, duhet të jemi të gatshëm. Duhet të filloj tek ne. Pra ne nuk protestojmë për ato gjëra që duhen. Duhet protestojmë për ato gjëra që duhen, detyrimisht pa u politizu, pa forcë, pa djegje, pa rrafje, pa plagosje policë, pa sharje ofendime. Ato të vjetit tonë djalim kanë qenë pa shkollë, fare pa shkollë, ndoshta s'kanë pas dalë dhe në një qytet, ishin vetëm fshat, kishin mënyrën e komunikimit tepër të kulturuar, ishin tepër të duruar, ishin tepër njerëzor dhe dishin ta kërkoshin. Do them diçka që ndoshta s'do i pëlqejë dikujt, ne kemi pas organizata e bashkimeve profesionale. Në atë kohë që ishin normalisht. Organizatat e bashkimeve profesionale kur ishin të gjalla kishin drejt të shkarkonin drejtorin. Nuk e pyetshin ministrin që e kishte emëru, ose kryetarin e komitetit ekzekutiv që e kishte emëru, ose sekretarin e byros që e kishte emëru, vendoshin bashkimet profesionale ishin bashkimi gjithë punëtorëve që kishin një ndërmarrje. Dhe vendoshin, mblidheshin ato, kishin një kryetar, i propozoshin organit kompetent, për shumë komitetit të shkarkohet filan drejtor, sepse nuk është i aftë për drejtor, ose ka bërë këtë gabimet. Sot ne s'kemi forcë me shkarku një punojës gjenje civile që s'jep një certifikat. Nuk ka forcë askush në botë, atëherë kishte forcë komuniteti, klasa punëtore që ishin këto, të organizuar bashkimi i rinisë, kishin forcë që ta veshin administratën të rriten më të gishtit, të rriten me një kënd të rriten. Sot ne s'kemi asnjë forcë, sa në kohëmi dot. Le që sa në kohësh dot, po në kohë sot po t'jesh në punë të heqin nga puna. Edhe po si në punë kanë ca struktura nga mbrapa këto pushtetarë që të persekutojnë, të vrasin, të zhduken. Pra, populli është i zgjuar, po populli ka frikë. Ka dhe frikë të protestojnë. Pa, a nuk u duk si me këtë protestë kur u vra frika në ditët e parë të protestës? Ditët e para u duk si ka. Unë do kisha marrë pjesë në atë protestë, në qoftë se nuk do të manipulohej, nuk do të degradonte. Kur manipulua? Filloi që në ditët e para që ditën e 5-6, kur u tha atëherë që kishin 180.000, nuk ishin 180.000 veta, po aq sa ishin, se unë ju thash atyre, kam njerëz të mi që janë protestash, ju jeni 180.000 vet, 200.000 vet, po boni parti politike me 200.000 vet, merr 20 deputet dhe bëhesh faktor në politikë. Boni zgjedhje, krijo partinë politike, bo zgjedhje, futën politikë, në që se ke garanci që merr 200.000 vota, merr 20 deputet, me 20 deputet je faktor në parlament. Në 4.000 vete ndalu me diromën s'mori do të ato helmet. Në armët kimike. Kimike, nuk i mori do të. Me 4-5.000 vete dole në bulevard. E ndalu, po si me 20 deputet tje bo të flasim me vete.
Pra nuk kishin këto janë. A ka rrugë tjetër përveç kësaj forcës politike? Ka rrugë, protesta është kryesorja. Nuk ka se në një shtet kapitalist siç jemi ne sot, ose shtet demokratike quajmë ne, po shtet kapitalist, po nuk pat forcë, nuk bë dot kur gjë. Forca është aty dalin një pjesë masive e popullit. Në ç'kuptim forcë? Forcë pra të dalin shumë, me gjithmen shumë, dhe jo politikisht të dalin deputet për interesa miskine, personale, për të dalë deputet, për të fitu diçka nga biznes. Populli. Pse nuk dalin? Populli thjesht nuk ndryshojnë dot gjë. Nuk ndryshojnë dot gjë. Dhe faktikisht Shqipëria... Apo janë të manipuluar, të blerë, të shitur? Jo, nuk janë të manipuluar, por faktikisht në Shqipëri, fola shumë, po unë jam të i thonë ato mendimet e mia, politika është polarizuar. Dy vetë vendosin politik, ai patik njëherë nga politika u kthye pra, dhe për gjona madhore bashkojnë vota. Ai erdhi për Shqipërinë, erdhi për të shpëtuar Shqipërinë. Bashkojnë gjona madhore, bashkojnë vota ato dhe bëjnë si t'ju doj qefi. Apo? Populli është mirë të ngrihet dhe t'i zhduki të dy, edhe nëse del një leadership jo shumë i aftë, do të fitojë aftësi gjatë qeverisjes, por populli e kontrollon qeverisjen. Pra, për ta përmbledhur të gjithë, ju thoni që duhet të protestohet, por nuk jeni me këtë lloj proteste që po ndodh. Jo, me këtë lloj proteste nuk jam, sepse kjo nuk u kuptua, jemi të bindur që nuk pat masivitet. Filloi duke u sfumu derisa ran. Po presin shtatorin se Vera, Vapa nuk e ngret dot, sepse kanë bërë dhe gabime, edhe në mënyrën e kulturën e protestimit kanë bërë gabime. Edhe në mënyrën e protestuarit. Pra njerëz nuk janë larguar nga protesta për shkak vapës, pushimeve, gjëra. Jo, në largu sepse ato që nuk del një kohë që organizo, po dikush i pagu, por pa pikë. Se mendoni që ka të paguar aty brenda tek ai protestë? Unë kam të dhëna të sakta që. Të dhëna të sakta. Tjetri po 10 ditë ka marr parat, edhe më tha nuk shkoj më, tha se nuk rrihet aty, nuk durohet dot. Pra edhe pse ka marr parat thot nuk durohet, se nuk rrihet. Kush rri 3 muaj në bulevard pa lekë vëllai. Nuk rri kurkush. Pastaj ato po vinë paksohen çdo ditë, nuk është se po shtohen. Dhe fillon bën gabime sepse dolën politikanë që i shtyshin, edhe nuk shkojnë dot njerëzit aty. Edhe s'kishin garanci se nëse u vi me gjithë kalamojnë protestë, dhe ti i bie polici ngur, polici mund të hedhë gazin lotësjes, mund të vdesi fëmia, mund të vdeson. Apo kam frikë të vinë aty protestë, se ti e ngacmon policin dhe polici do të kundërpërgjigjet. Ti i bjen ngur ose në domat ose në tjetër vllajt tim që kam deputeton, i kujt do partie ti jesh. Edhe mu vjen keq, nuk vi dot aty të më thot vllai dark mu, më thot mu votir, thot si dola atje më qyllove mu. Edhe ajo uli autoriteti, identiteti është, edhe ta gjysh me domate me ves. Protesta do forcë argumenti. Jo forcë sharjesh, forcë ofendimesh, gjujtja me ves. A ndërtohet argumentin shesh pra aty në protestë? Patjetër. Mund ndërtohet, Patjetër. Edhe në këtë piku jemi që ku ndodhet Shqipëria. Ka njerëz me autoritet dhe me dinjitet. Përshitjen e tokave shqiptare. Po, herë aty për atë duhet grend detyrimisht. Ne s'kemi asnjë pronë, ne jemi komplet në qiell. Ashtu ë? Asnjë pronë s'kemi, 7501 s'njeh pronë që kemi padur në pronë të vjetër. Që të nisi. Këto ligjet që po nxjerr ky vjet tjetrit merr tokën aty thotë është kjo paketa e maleve, paketa ideale budalliqe, mos kemi asnjë gjë. Kemi bën letra. Si shihni ju këtë paketën e maleve? Çfarë? Është në interesin e shqiptarëve apo kundër? Nuk është në interesin e shqiptarëve, se shqiptarët janë të prirur për ta abuzuar. Ai që gjej mundësi dhe bën një marrëveshje me një grup qytetarësh ose fshatarësh dhe merr një pronë, edhe e zhvillon me biznes, po ka bën një marrëveshje me ato që janë pronar, unë jam dakord. Vazhdoj, unë s'kam mundësinë të bëj një biznes për shkak, por futem aksioner. Vjen një biznes i fuqishëm, edhe më jep mua 100.000, tjetri 150.000, sipas pronësisë që kemi bën një kontratë ligjore, ta zhvilloj ai biznesin dhe kemi një të ardhmë aksionerë. Po ai tjetri vjen aty thotë kam pas unë ka pas gjyshi të merr tokën, të merr pronën. Pra kjo shkelje. Kjo 7501 ja ka marr pronën time, që ka pas babai im ose unë vet, ja ka dhënë diku tjetër. Unë mi kat pronë e kam fituar, e kam blej me Floriun. Ja ka dhënë Berisha me atë pronën e diku tjetër dhe këto është për atë po vriten, për ditë po vriten njerëzit. Sepse ti ke heq pronën, Enver Hoxha e mori pronën, po e mbajti vetë, nuk ja dha dikujt tjetër. Dhe në fund ai e dorëzoi. Siç e pat morë, e morëm ne. Pastaj fillon abuzimi. Pastaj fillon abuzimi. 2 vjet tjetër ka bë, unë jam nuk di të bëj letra. Po kom pas një pronë që më kalon gjyshi. Ai që i shkon për letra ka shku, ka bë letra false dhe më ka marrë pronën time. Pra këtu nuk do ndaloj vllavrasja. A do të zgjidhet ndonjëherë kjo 7501? E zgjidhet me ligj, po.
kthimit secilin në pronën e Në vetë. këtë formë nuk e vran njëri tjetrin jo. Përjashtu një gjë që nuk zgjidhet, për shembull është ndërtuar në tokat e Ahmet Zogut, po thamë se në tokën time ndërtuar një qytet, ndërtuar një banesë. Një qytetar ka harxhu 100 milion lekë për të bëjë banesë. Dhe s'mund t'ja prish banesën. Ai të kompensoj pronarin pjesë ose ta kompensoj shteti dhe mund merr taksën e shtëpisë. Ose një qytet nuk duhet të prishet një qytet se ka qenë pronë dikujt. Po tokat pronat e lira, je baba ti që e ka pas pronë. Në qoftë se ai nuk është i Zoti ta zhvilloj, krijoj ti mundësi me politikat që bën, që ai të mori ca para dhe ta zhvilloj biznesmeni. Siç ka krijuar edhe mundësi tjetër që po merr tokat bujësore për t'ia dhënë. Po për të keni ndonjë mendim për sa i përket për tokat bujësore që po ja marrin fshatarëve për ti? Jam kundra. Pse? Tokën ta ketë t'ja japish atij një herë me letra atij. Ai pastaj të bëj tregun e tokës, ose ta shesi ose të bëj një kontratë me një biznes. Po grumbullon shteti, po i thënë në formë kooperative deri diku. Nuk ka të drejtë. Nuk ka. O provua ajo kooperativa që nuk dha rezultat. Apo duhet të heqim dorën nga këto. Për mua në politika gabuar. Dhe kjo është paaftësia, nuk do të thotë se i di kryeministi gjithë. Po ai specialist që ofron. Po ndoshta se dëgjon ai specialistin. Jo, ai e dëgjon. S'ka ka shkon. Dëgjon, nuk flas specialisti thoni ju? Nuk ka shkon pa specialist. Sepse specialistë e Zot ose ministrat e Zot po të dhanë dorëheqjen, tërzojnë qeverinë në moment, krijojnë votbesimin në parlament dhe ti bien mat koks dhe porajnë mat koks për gjëra të tilla. Nuk është e keq rama janë ato specialistë që nuk flasin. Janë këshilltarë që nuk flasin. Këshilltarë që nuk flasin. Këshilltar që nuk flas. Mu po më thirrri kryeministri do t'ja them gjëra reale, pra te këshilltarti. Se ai mund të jetë për shkak piktor, është doktor tjetri. Ai merr vesh nga siç mor vesh nga inxhinieria priore, ai merr vesh nga doktorat e. Por ai të thotë që do ndjekësh muzikën time, thotë. Jep dorëheqje. Po se jep ai se nuk e jep për shkak të rrogës, se është i blerë nga rroga. Jo, po duhet tërhiqesh ti. Ndryshe ti ngele i pushtuar, pranohet rreth vit të pushtoj serbi. Shko brigadier ke serbi, ose oficer, ose kapter ke serbi, pranohet të pushtoj serbi. Pra ti duhet të arrish që të tërhiqesh dhe ti që je specialist i Zotit, ti që je gjak gjini çfarë ke do ju bësh thirrje. Hajde zotëri se ky na çojnë skëter. Hajde dalim protest, por protest të kulturuar. Protest të kulturuar kom gulse. Mos të lëvizësh aty ke dera fare, as mos gjuj, as mos shaj, mos të lëvizësh aty ke dera fare derisa ai ti thotë. Jo, hajde dalim në orë 7, hajde dalim në bëjmë xhiro dhe vim prapë. Mos ti thotë vetë pse e bëra. Protesta e vetme në Shqipëri, unë kam marrë pjesë në rrëzimin e bustit të Enver Hoxhës. Atëherë me urdhërisht e kishte ardhur ndoshta pika e fundit e vlimit dhe vloj dhe urxua dhe duhet ndrru sistemi siç them sot që duhet hiki Roma. Protesta e vetme në Shqipëri që eficiente ishte protesta e armëve kimike. Kimike po, që pati rezultat. Dhe kryeministri e pat frikën e kuptoi më një herë që ai po ta zgjaste 1-2-3 ditë më shumë erzoshin, u çoshin njerëzit më një herë. Sa ti u dhem gjithëve. Edhe këtu dhe ne kemi edhe një tmet tjetër që ngrehen për shumë sindikatat e bujqësisë, nuk ngrehen të industrisë, nuk ngrehen të ushtrisë, nuk ngrehen transportit, nuk ngrehen të shërbimeve tjerë. Nuk bëjmë asnjë bashkë. Ka një kulturë demokratike për një sindikat quhen gjithë sindikatat. Vllai, po nuk arritën të protestojnë. Dhe në familje, dhe në shoqëri, dhe në qeveri, dhe me kafshë egra, nëse je në kontakt me to, dhe me pyllin, ti të kërkosh drejtën tonë, pylli drejtën e vet, të protestosh, dialogosh, të konfliktohesh, nuk bë asnjëherë zhvillim. Pra dhe me pyllin edhe me barin, me atë, do të bëjmë debat. Ai thotë du të rritem kaq, ti thotë do të rritesh kaq, ai thotë do të rri kaq i shpesh, ti do i thosh do i rrish kaq i rrallë. Ka debat edhe me barin, edhe me kafshën, edhe me debat edhe me kafshën e egër, edhe me barin, Ti je fshatar. Bëjmë debat edhe me kafshën e egër. Ajo do një qëllim, ti ke një qëllim tjetër. Dhe në fund deri kur të bind dakord. Ka rasti që të bindë edhe kafsha vetë ose bari po do të shkosh s'ke ka shko. Njëri do të tërhiqet deri kur të bind dakord dy që të realizojë qëllimin njëri. Jo, është me gjithmonë. Është e vërtetë. Me vërtetë. Është e vërtetë. Është shumë interesante. Hiç kështu ti se le kështu, në fund ajo përdor forcën dhe pse s'ka ndërgjegje, dhe ti do të Ti krahasit për shembull Rushin, ai të shkojë atje, ti do shkosh ti bindesh se ka shkuar, ka marrë të arrish në një marrëveshje me te që ai të rritet dhe të prodhoj dhe ti të morish prodhimin, pra ti i shërben, ai të shërben, pra të bësh një marrëveshje me dhe. S'ka që ato janë qenje gjalla, por nuk kanë ndërgjegje, nuk flasin. Edhe kafshët janë qenje gjalla, por mesazhin e kalojnë. Mesazhin e kalojnë. Mesazhin ta japin, patjetër. Kush do ta lexojë? Si se kalojnë? Besoj se edhe ne sot e dham mesazhin me atë bisedë shumë interesante plot vlera me zotin Aziz Porja,
inxhinier pyesh, cilën e falenderoj dhe uroj që ky mesazh të shkojë në veshin e duhur dhe të ketë feedbackun e duhur, të ketë reagimin e duhur dhe për të ndryshuar sadopak, pra të fillojmë gjithsecili tek vetja. Kjo është ajo më e rëndësishme. Pastaj të zgjerohet tek tjerët. Faleminderit dhe nga ju, ishte kënaqësi dhe për mua që mora pjesë në këtë dhe uroj me gjithmonë që mesazhet tona, ato këshillat tona ti dëgjoj dikush dhe ti vën në jetë. Prapë se cili ka drejtën ta pranoj diçka ose mos ta pranoj, por të gjej një argument edhe të pranimit dhe të mos pranimit dhe të ecim drejt. Gjithmonë me argument. Edhe nëse nuk e pranon, po gjithmonë me argument. Edhe të ecim drejt asaj që është më e mirë, që është më efikase, që është më eficiente, që i shërben njerëzimit, që i shërben natyrës, që i shërben çdo gjë, që i shërben mënyrës qeverisjes, që i shërben përmirësimit të jetës, që i shërben një gjatësisë. Kemi shumë gjëra që duhet t'i bëjmë gjithmonë më mirë se sa kanë qenë. Të falenderoj shumë, të uroj jetë e shnet. Faleminderit, respekte për ju, shumë faleminderit. Uroj që të mirëni më të mirën, miq, ju përshëndes.